Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kam 3 vite pa kryer marrëdhënie, aktoreja e njohur e serialeve habit me njoftimin. Khloe Kardashian nuk është e turpshme për sa i përket jetës së saj intime. Gjatë premierës së sezonit të 7 të The Kardashian, nëna e 2 fëmijëve dha një përgjigje të sinqertë kur foli për beqarinë. Ajo ka krijuar gjithashtu me motrën e saj Kourtney firmën Lame dhe po i tregonte Khloes për fushatën e ardhshme të markës, e cila nuk ka kryer marrëdhënie intime prej 4 vitesh. Ajo ka rrëfyer se ka më shumë se sa 3 vite pa pasur asnjë lloj marrëdhënie intime. Gazetari që po bashkëbisedonte me Khloe nuk mund ta fshihte troditjen nga rrëfimi i saj, duke thënë: "Vërtet nuk po del me askënd? Nuk është askush në listën tënde?" Jo, tha ajo, dhe pastaj ai e pyeti nëse kishte ndonjë person të cilit po i dërgonte DM, gjë të cilën ajo e mohoi. "Askujt nuk po i dërgoj mesazhe, nuk kam numrin e telefonit të askujt." Producentët e pyetën Kourtney, 46 vjeç, se çfarë mendonte për vendimin e Khloes për të qëndruar beqare. Ajo u shpreh: "Mendoj se për sa kohë që ke fëmijë të vegjël, nëse nuk ka askush që ja vlen të harxhosh kohën, përqendrohu te fëmijët e tu." U shpreh ajo duke miratuar vendimin e motrës së saj. Gjatë episodit, Khloe dha një përditësim për jetën e saj dhe tha: "Më pëlqen të jem 40 vjeç. Të qenit 40 vjeç ka qenë sensacionale dhe jam shumë e emocionuar", tregoi ajo.